Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar, siç ndodh çdo muaj, kryesisht në fillim të saj, është ftuar një mik e emisionit, zoti Kujtim Gjuzi, ish deputet, kryetar i Partisë Konservatore. Zoti Gjuzi, faleminderit shumë që jeni me ne. Po shikoj që po shikoni orën. Jo, në herën kam qef që me datat dhe me orat, e dini jo, 72 orë jep dorëheqjen, president në shkon në burg, ku e presidenti sot. Por nuk do t'i rrim kësaj, se kur është jetë në burg është problematike. Zoti Gjuzi, ka pasur shumë zhvillime brenda Partisë Demokratike kryesisht, një garë e brendshme që është duke u zhvilluar, duke u përgatitur gjitha kushtet që të ndodhi dhe mbarvajtja e saj, takime me aleatët, për aksion opozitar, tek e fundit partia juaj dhe ju nuk është si ishit pjesë, çfarë po ndodh? E para herë që partia s'është e imja, është pronë e konservatorëve shqiptar me 4200 vota. E dyta që është e rëndësishme, partia është pronë e shtetit shqiptar, çdo lloj partie politike. Dhe vim tek pyetja juaj që Baca, që unë shpeshherë i orientohem, mendon se i zgjidh gjërat vet. Okej, le të zgjidhë. Më duhet të sjell në vëmendje se më duket se disa ditë përpara babai juaj kishte ditëlindjen. Ta urojmë babain tuaj për një njeri të edukuar që unë jo shpesh shkoj kaq shpesh në për studiot e tjera, po ta dini, se më duhet që të mbaj një lloj agjende. E përshëndesim babain tuaj, gëzuar dhe plot vite të tjera sa të doj zemra të jetoj. Pra, e kemi fjalën e Baca. Baca mendon se mund të zgjidhë gjërat vet. Para disa ditësh doli atje me xhaketa të kthyer dhe desh në tregonte që duan 100 bashki edhe bilesta dhe komuna duke i referuar francezëve. Okej, dakor, ne e dim që profesor doktor Sali Berisha është student i francezëve që herët, domethënë. Por përveç rambujes, francezët me ne kanë pas probleme. Që nga ura hibrit deri poshtë në gjirin e artës. Kjo s'do të thotë që janë ata me grekët, apo janë ata me serbët, apo janë ata me rusët. Se vetë Macroni, domethënë, megjithëse se ka vajt disa herë në Rusi, nuk e pushoi dot luftën. A mund të ketë një luftë brenda Partisë Demokratike? Se besoj kjo thelbi pyetjes tuaj. Shiko. Përsëri para disa ditësh, doktor Baca, po e shtoj tani, i futi diagnozën dikujt, e dha, shikona, boj çika të ADN politike. Pyetja është, ADN politike ishte për zotrin që kërkon me çdo kusht të marrë Partinë Demokratike dhe duke dalë nëpër fushata? Se unë nuk kam punë me 4 zonjat që gabimisht ajo i kanë larguar nga kryesit, siç është Balliu apo Madhi në Elbasan, apo ish deputetja disa të tjerë, domethënë. Por ata kanë një port hapur. A janë kryetari e Këshillit Bashkiak në Elbasan, i ikën dhe shkon te një parti me qasje të majta, që na ka marrë një njeri djathtë ne dhe njeri të Partisë Demokratike. Po të kanë Partinë Konservatore, dera është e hapur. Pra, të mos shkojnë për të mbajtur në pushtet rilindjen. Se rilindja është vetë në pushtet, e ka ushtrinë e vetë, ka 400.000 pensionista që e votojnë. Dhe shkon 768.000 vota rilindja. Çfarë i duhet rilindjes tani? Thotë që do t'i marrë, siç thotë një atje, ish ministër sekretari politik i Partisë Socialiste, do t'i marrim gjitha bashkitë. Po mirë, do ta kthesh monizëm. E ke pas një monizëm, ke dështu me lëvizjen e majt, nëse do themi kështu, radikale, komuniste, kriminale, Partia Punës, Partia Komuniste. Unë nuk them që Partia Socialiste është kriminale, po është kriminalizuar. Si do të marrësh 61 bashki kur 40 kryebashkiak i kanë hetim, i kanë spak. Si të shkon mendje ti marrësh? Si të shkon mendje ti marrësh ti bësh 34 rrethe? Ç'është kjo rrethe? Komitet ekzekutiv do bëjmë. Oj Dirama. Je në fund karrierës, mëra. Jemi te grupi ti tani në pension, se 60 vjeç deputetit del në pension. Pra në pension pavarësisht se je aktiv dhe je kryeministër. Po je me votë të vjetër më ed. Po le më gjurmë të mira aty. Pse duhet thot një kryetar partie o hajdut kur del kryeministri nga kryeministria? Mos më vjen mirë. Pse duhet i themi hajdute BB-s? Mbesës Beqir Ballukut, i cili ka qenë kriminal. Pse ti themi hajdute? A doni ta bëni pjesë në komunitetin e Tiranës? Së është hajdute BB, e kam thënë herë tjetër përsëris. Është e urdhëruar se është zëvendës kryeministri të urdhëron.
Do ta bësh tenderin kështu thot. Tani kush është ky? Po s'ka firmë. Ore, ka moral. Del tjetër aty thot hajdut. Mu po të thotë dikush hajdut, nuk e di se si a do kisha ftyrë të nesme unë me dal me nivat e mi në Tiranë apo në Shqipëri. Nuk e di. Pra, edhe një herë, Partia Demokratike është një proces që e fusin për ta dëmtuar. Është e vërtet, marrë, se kam thënë kur. Partia Demokratike pësoi një shok në vitin 2019. Shoku është që lëshoi parlamentin. Gjithë thanë janë budallej ata që lëshuan parlamentin, një midis tyre thashon. Jo budallej, jo, të çmendur. Tani të çmendurit janë kthyer në parlament. Të çmendurit hedhin molotov mjes drek dark në protestë. Protesta ka insistim përpara kryeministrisë, nuk lëvizim pa qeverinë tranzitore. S'ke nevojë për molotov fare. Mundësish merr atë lodrën, i bie lodrës edhe Rama nga lodra ka të merr, nuk ka të merr fare nga molotovi. Lodra aty, t'ja themi qik, t'ja kujtojmë qik Rama, t'ja kujtojmë qik. Lodra aty, tha, gjigant si do zgjedhim që është në lodrës. I thash, lodra do bi deri kur t'i Sajmir Tahiri, nipi Gramoz Ruçit, t'ja futen në burg. A e do? Unë thash datë 9, ti e shtyve 3 ditë, në datë 12, i treti, 2017 Sajmir Tahiri ka dhënë dorëheqjen. Po apo jo? Qofse do, edhe Fatmir Xhafën. Do ta them për herë të parë, Fatmir Xhafët i merrte dosjet dhe t'i çonte ke Monika ke Lulbasha konferencë shtypi. Dhe ti kur të erdhi mesazhin mjes, jo nga unë, nga dikush tjetër, në orën 7:30 ta zuni bukën në fyt, në orën 9:30 ti, jo 9:30, 8:20, 9:20. Ti dhe ka dhënë dorëheqjen, ta kishe dorëzuar në fakt dorëheqjen Fatmir Xhafa. Tani me Fatmira do vazhdosh. Qeveri tranzit nuk e kalon dot kollaj presidencën Trump. Okej, ke shku atje. Kena bët pamundur me të ndalu deri në momentin që ata thanë, a është më mirë të jetë Shqipëria në koalicion me ne në bordin për paqe apo okej, thamë, në qoftë se është çështje rreziku është i madh, Mario. Imagjinoni për një moment bomba atomike ndodhet në duart e kriminalitetit garda revolucionare e Iranit. E hedhën Izraelej. 2 qytete po ta hedhi. Hiroshima, Nagasaki. 2 qytete ishin. Zdorzoheshin japonezët, apo jo? Ashtu thanë po. 1, 2. Tani po tha. Pra imagjino të posedoj Republika Islamike e Iranit bombën atomike. E hedhën 2 qytete në Izrael, njerëzit marrin perupin, zakonisht ata janë 80 vjet që kanë shkuar atje dhe është legjenda 80 vjeçare që nga Salamoni e ka ai që mos ta ngatrojë, domethënë. Rreth 100 sa vjet përpara Krishtit, përpara kalendarit kristian, s'po e themi kështu. Se me jem çuni Baramit unë një latri pjesës islame. Atëherë, çfarë duhet bëj atje? Irani, çfarë është Irani? A janë ata shid? A janë bektashinj ata? Ore, ata e mbajnë edhe për racë ariane. Prandaj ja kanë vënë Iran, Arian, aty, nga perse. Pra, çfarë kanë ata me ne, si shtet? Që thonë, ati shtetit me stres në t'ja çojmë raketën. Kujt? Jo. Ju s'mund blokoni ngushtizën e Hormuzit dhe turpi është i gjithë leadershipit evropian. Turp. Organizata e NATO-s për mua, sekretari përgjithësim i NATO-s duhet t'jap dorëheqjen. Sepse kur NATO kishte sekretar të përgjithshëm, një njeri me bon sens, një njeri që mendonte siç presidenca amerikane, Bill Clintonit, kur kishte moment genocidi mbi Republikën e Kosovës sot, NATO bombardoi në Beograd dhe në Beograd kanë filluar 2 luftra botërore. Nuk filloi e treta në atë kohë. Pra çfarë ndodh, Mario, nëse bombardohet Izraeli, a jemi ne popull mikpritës? A kemi thënë ne që i kemi ruajtur këtu nga 200 izraelit që ishin përpara luftës në 2000? I bie që vinë këtu 5 milion, 6 milion të ikur, se ato do të bëjnë emigrantë nëse ka Irani bombën atomike. Prandaj Donald Trump nuk është i çmendur. Është normal, i thotë shiko se unë të bëj këtë. Nëse shuhet
presidenca amerikane nuk po e them, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës bëjnë gabime të këtij lloji, siç e llogarit një pjesë e Evropës që po bën gabim, i vjen radha kuj? I vjen radha Romës, Vatikanit, Londrës. Bombat e Hitlerit ku kanë ra? A kanë ra në Londër? Kanë ra në Londër apo jo? Apo jo unë gabim, se nështë jam unë i kthellët. Ç'është? I gjithë koalicioni duhet të ishte me Donald Trump. I gjithë koalicioni. Për të mbrojtur atë që kemi thënë herë tjetër, rrethimin patkoi. Ata me të larguar presidencën amerikane, vendosin presidenca që janë soriste, janë globaliste. Do më thonë, kinezët mirë që pas kanë pushtu Amerikën, po dokën dhe presidentin ta kenë kinez. Do thoshë kujtim, je racist. O zotri, zoti i ka nda kinezët me jetu në Azi, apo jo? Afrikanët, Egyptianët, i ka bë që të rinë në Afrikë, Turqit i ka bë të rinë dhe në Europë, Konstantinopol, Istanbuli sot dhe në Azi, shqiptarët i ka bë ku të rinë, në gadishullin i lirik. Pra unë përpara, më duhet kujdesem për familjen time, e për familjen time janë kujdesur 5 president amerikanë 100 vitet e fundit. Hillary Clinton erdhi tha 100 vite që vi jemi me ju. Ç'janë këta njerëz që thon Irani? Çfarë? Irani ka shtet terrorist. Ju e dini që unë kam pas ftesë për shku atje. Kam qenë takim me Olçi Yazıcin. A e pat apo se pat që ishte fotografi para 7 ditësh. Çfarë kërkojnë nga unë? Çfarë kërkojnë? Pse e ka që ashpër tha me ata? Thash më thuj ti, pse e ti ashpër me Amerikanët? Që kanë liruar Republikën e Kosovës. Jo dhe unë se më ashpër, unë shkoj takoj dhe ato të Rahjavit, dhe si takon do të thash. Kështu si sillesh ti. Nëse Irani bën një zgjedhje me votim të lirë, nuk po themi demokratik, se demokracia është gjë e madhe, vota e lirë është gjë e madhe. Ajo nuk është siguru 250 vjet në SBA. Po të ketë një votim të lirë, të jenë gjithë pjesët atje. Ajo është 8-9 komunitete që përbën 98 milion. Dhe pse është e rrezikshme? E ka marrë revolucioni me 52 milion banor. Iranin, mire thash. Sot ka 98 milion banor dhe ka mburoj njerëzore, thot. A thot kështu apo s'ka? Hajde thot me trupa. Shiko, për të shku për të pushtu dikë tjetër është e vështirë, po s'është e pamundur. Po mund ta bëj vetëm këtë Izraeli? Pse duhet rrezikuar Izraeli? Kur ata i kanë përzën, më lejoni t'ju them, shprehjen e rusëve, si që futin shkretëtir do endemi për bazën e Vlorës, admiral. Është kjo shprehja apo s'është kjo? Pse duhet ata të enden sërish në botë kur ato kanë vendin e tyre atje? Ne kemi vendin ton këtu. Ani besimeve, feja shqiptarit, pashkovasa, shqiptaria. Kjo është e para. Pastaj le dalit thot Baba Mondi Skënderbeu ishte Bektashia, drejta Baba Mondit. Unë them Gjergj, Gjon, katolik, Sinja, Skënderbe, Kastrioti, i biri, i Vojsava, ortodokse, po logu, Gostivari. Haje, 10 emra mbi emra. Ku s'ka këtu Bektashiu? S'më thot jo mu Bektashiu. Pse do ta ngatrosh të punë? Edhe unë si vala atje, me ditën e kujnosit pranveror. Besoj se kam dhënë një pyetje, se dhe Baca është Bektashi. Baza Berisht bëhet fjalë. Okej, Bac. Okej, ke zgjedh gjaket e vjetra, e drejta jote. Ti e di vetë, e burri zgjuar. Ai është burri zgjuar në fakt. Zoti Gjuzi, mendoni që në zgjedhjet e ardhshme që do bëhen në Partinë Demokratike do të jetë përsëri në krye zoti Berisha apo mund të ketë një ndikim amerikan në zgjedhjen e kryetarit të ri të Partisë Demokratike? E para, ai është Baca. Sado që i bërtet kalamajve, ai prapë i do kalamajt fort. Unë jam gjysh vetë. Në herë edhe i flasëm. Nipit që është nipi 4 vjeç gati. Që ti flasësh ati? A e përfajshëm. Tani, Partia Demokratike. Partia Demokratike ka një sinonim. Mas vdekjes Azem Hajdarit. Sali Berisha. Kush lodhet atje, lodhet kot.
Sidomos njerëz pa ADN. Këta ADN e kam luajt vetë përpara me ja kërku Erion Veli, se mama më besoj apo ja. Ja kam kërku edhe Edi Rama, si kam thonë në parlament. Bëj ADN-n, je apo si je një poborri. Tani gjithë thonë Edi Rama dhe me morë gjithë deputetet, 100 deputet se do me bo monarki. Normal, me ne se boni do 2019. Po 2019 ne ishim parlament se ishte Donald Trump president. Sot nuk mendoj që e ka ble familjen Trump. Por familje tregtare, ku hy dhe unë në herë, lëvizin, që do të thotë, ju bëni pyetjen për Partinë Demokratike. Ajo është partia që na dha në liri. Ajo mund t'i humbiste të gjitha me Lulzim Bashën. Berisha duket e rujti. Nuk e di, Berisha tash është 82 vjeç. I bën se korrik se në tetor, domethënë, diçka e tillë. Ai duhet mendoj për brezat që vinë. Duke filluar nga familja vet deri te njerëzit e Kujtimit, se Kujtimi është njohur si prosalist. E di ç'thon tani Mario? Skënderbegu Edi Rama, që si ishte kurrë dhe s'është kurrë Skënderbeg, e mori e hodhi atë që i tha Skënderbegu jon, e hodhi Elisën. Mos të hedhi edhe ty Sali Berisha, më tha dikush shumë i afërt. I thash ku të më hedhë më, unë jam i hedhur, unë jam kryeqytet. Unë s'kam men me një tropoqit më hedhi në Valbon. Ato që bëjnë për t'i hedhë në Valbon, doktori edhe i hedhë. Shiko, ma lejo këte, nuk o mirë më morë me gratë, me zonjat, me mrentneshat, me princeshat. Ato kanë tregu që kanë vrakrit burat. Do donat e uta, tumë ne, e kishin perandori, e kishin e si kishin e Mario. Ikën ato dyja, ne burrat, cop, Republikën e Shqipërisë qëtë sot, se unë kom qeftit e monarkia albane, dinastia 7 me të zogi parë, qefin kështu e kam. Por me gradë është problem. Zoti Gjusi, ka shumë kohë që nuk e shohim në publik zotin Basha, për herë të fundit para disa javësh në pavarësinë e Kosovës, ku dha një intervistë në rrjetet e tij sociale. Çfarë po ndodh me ta? Mund të ketë një rikthim të bujshëm në politikë të tij? Shikon, politik thot kur mos thuj kur. Berisha paton një herë. Baca paton që kur nuk do kthehem kryet Partisë Demokratike. A o kryetari i Partisë Demokratike sot në detyrë, se kështu quhet, se duhet pres kongresi. A kanë nxituar për të bërë atë nenin Basha? Ha? Të qohet grupi tani, të merr të çon në gjykat, dhe në gjykat fillon procesi kryetarit në likshmëri apo në palikshmëri. Se ti ke deklaruar që kryetari humbi zgjedhjet, si humbi zgjedhjet duhet jap dorëheqjen. Pra me umush me ne Saljanit dhe këtyre çfarë janë këta soristët. Me e çun gjykat vjen vërdall Partia Demokratike. Dhe dëmtohet. A ishe t'i kujtim ai që i vune komën Partisë Demokratike në 2019? Po. Po unë e bëra me paralajmërim publik. Thash të lutem, doktor profesor Sali Berisha, më prit 72 orë për 7 minuta. Dhe unë ashtu i kam qef, gjonat me 7. Jo vëgjës. Doktori, së më priti. E mori në ngradë, apo se mori? është në ngradë, apo së është? Pra, Partia Demokratike do shkërmogje, mas asaj kishte radhën Partia Socialiste. Pse? Kanë 82 vjet që e majnë vendin, nga 44 e majnë në proces vjedhje, në proces grabitje, në proces të humbjes parave, kësa radhe me Edi Ramën shkojnë me miliarda euro. Askush mos të kujtoj se mund t'i gëzoj këto para. Çdo familjari tyre është i rrezikuar. Çdo janë detyruar president të shtetit shqiptar t'i ndrojnë emrin djalit. Kurse ke djalin homoseksual, po pse do me ja ndrua emrin? Se po homoseksual ai do ndrojë dhe gjinin. E i bie me ndrua emrin. Me për shembull, s'po marrim emrin se mos i vi dikush. Nga kujtim me bo kujtime. Sigur së shkon, po marrë emrin tim, që mos ketë godite dikush tjetër. Pra ne duhet rujmë etnogenezën, si rujmë ne? Ne e kemi rujtë këtë shtet dhe
e theksoj 5 presidentët amerikanë. Woodrow Wilson, Richard Nixon, Bill Clinton, George Bush, dhe i pesti është njeriu që i bëri telefonat Josa Osmanit, të dua këtu tha në bordin e paqes, mëra 48 ju përgjigj. Pastaj i thanë në Amerikë, ndoshta tha nuk e din gjithë që ka qenë telefonata ime, po ta themi herë direkt unë dy ta kuptojnë këtë. Dhe ka idiot domethënë që besojnë njerëzit e djemve to the bus. Që janë? Pa tash, me qenë se është ndeshja e kësaj që ishte e Republikës Kosovës, domethënë, nuk do të thonë se afroi kryeministri, afroi para. Domethënë, çfarë bë? T'ja parata, po fitove. Kombi duhet luaj pa para për fanelën kuqezi apo fanelën blu dhe të verdhë të Republikës Kosovës. Jo me blerje skuadrën kombëtare, jo. Se ndodh ajo pastaj, që njerëz brenda stafit të skuadrës tonë kuqezi ishin menaxhuar nga kush? Nga brazilianë që për mua duhet të kalojnë hetim. Silvinho duhet të kalojnë hetim. Se 3 lojtarët më të mirë i dërgojnë në Manzore kështu me forcë, domethënë. 3 lojtarët më të mirë i ngjitin tribunë. Ashtu, ha? Edhe pastaj të erdhi keq që u munden në pjesën e dytë. Ja pastaj është kështu. S'mund të jetë kështu. Zoti dëgjuesi, ka një protestë radhës të Partisë Demokratike në datën 17 prill dhe ka thritur zoti Berisha, së pari ju do merrni pjesë me partinë tuaj dhe me mbështetësit tuaj në këtë manifestim, sa që të bëket edhe ngujim të deputetëve edhe grevorie para lajmëroi zoti Berisha kësaj herë. Për aq bashkoheni? Për aq kohë, jo partia ime e theksoj. Partia Kombëtare Konservatore Albania do të udhëhiqet prej meje. Do të ketë patjetër mbështetje Partia Demokratike sa herë të ketë protokoll, sa herë të ketë mungesë protokolli me ardh mas beri hajt. Partia Konservatore sa të jemi në krye të saj nuk mund të shkojë. Pa protokoll s'bëhet shtet, pa protokoll s'bëhet parti politike, pa protokoll nuk ka familje. Dikush që prish protokollin familjar, ju e dini çfarë bën? Shkon në liberalitet pa kufi dhe dëmton brezat pasardhës. Edhe njerë, ti referohemi Churchillit, megjithse nena ka bët dëm në një moment të caktuar. Ai thot, politikani mirë është ai që mendon jo për zgjedhjet e radhës, po për brezat e ardhshëm. Unë dua që brezin tim të ardhshëm ta letë qetë në këtë vend. Ky vend ka rezistuar, nuk e shuan dot askush. Kush do qoftë ai që mund të jetë shit në Beograd, në Athinë, nuk mund të them Franca, Franca në ka dhënë Rambujan, edhe nuk mund të them edhe në Rusi, se fundi fare 4 në ndet se i lanë ata pas i ikën. Okej, tha, nuk doni, jo, po ikim ne. Pse janë europianë, e kupto? A ka faj leadershipi sotën, po, 20 vite dhe fundit leadershipi europian është problematik. I sjell probleme presidentit Trump, para 3-4 ditësh, ka thënë, lejeni vetëm, lejeni vetëm via raketa. Via raketa se ka interkontinentale ai. Kur unë lajmërova këtu që e ka 3.000 kilometra, tani doli që e ka 10.000, 11.000 kilometra. Po ku i dim ne këto? Po tash kryetari i Partisë Konservatore ka informacion. Ka informacion. A është rrezikuar Shqipëria dhe Kosova? Ishte e rrezikuar, po, në fillim, për të dhënë një mesazh, siç ja dha vendeve të gjirit, duke bombarduar. Shiko Mario, unë jam ekonomist, e jam dhe fis tregtar. Tani ne jemi nga një zonë që është tregtare, që ka mbledhur gjithë Shqipërinë. Nga Rogozhina, po themi, deri në Lumin e Matit. Kjo është qendra që është populluar më shumë nga të gjithë. Pse? Është zonë tregtare. Dhe pyetja është gjithmonë tregtare. Ore vija Ignatia, a kalon këtu? Ti e portin e arabëve. Kam pas në port arabët tu? Që bën? Është tregtare. Tregtin të gjithë e mori kush? Dubai. E mori apo se mori? Në mori dhe ne. S'la gjoba mori këtu. Ishtë qunë atje.
Kush e sulmu? A sulmu kullat e larta në Dubai apo jo? Ky është mesazh. Në këtë mesazh ne shpëtuam. Pse? Po bëm në deklaratë dhe duke ty, ta more, unë jam djali Barami, çfarë do më bëmë? Do thosh se pse më ti e ktheve? Jo më Mario, nuk e ktheun, pa e din që po i gjun vllajt vet. Atëherë i bie, ta them kështu në zhargon popullor, i bie rybja. Ruba. I bie mbrojtja e Islamit. Pse sa ai thotë unë do mbroj Palestinën? Çfarë Palestinë mbrojë ti kur ti smroke muslimanët e Shqipërisë, e të Kosovës? Atëherë nuk ka rrezik pikërisht për këtë gjendje. Dhe këtë më mirë nga të gjithë e shpjegojnë dy personazhe, dy personalitete. Një është profesor doktor Ibrahim Rugova dhe i dyti është Kadare, të cilët thonë për Islamit kishim edhe probleme, po kishim dhe të mira. Ai quhet Ibrahim Rugova, po Ibrahim Rugova mbrapa mbante portretin në Nën Terezës. Kadare bëri dy lëvizje. Një lëvizje pavarësisht pashallarët e kuqja ishte ai ke pashallarët, ai ishte të oborri, e shkrimtar oborri. Normalisht ai ka studiu në Moskë. Atje kur studion atje do firmosësh. Firmos edhe për qenë i atyre. Por ai në fund fare i tha francezëve, shiko, vendin tim tha po shkon keq me këtë, çfarë mundësi e keni ta ndihmoni? Francezët kanë interesa këtu. I dini jo. Jo parku fotovoltaik, jo Republika Korçës, jo Serbia me Kosovën duhet t'i ndajnë këto e thrasin Albin Kurtin. Albin, që kisha atje, që desha atje? Atyri Macroni, kundër kujt? Kundër Trumpit. Pra, politikanët e ri në herë, Mario, nuk nuk i dëgjojnë këshilltarët e vjetër, se me zore gjeta këtë shprehjen. Këshilltarët duhen dëgjuar. Nuk i bjet me shqel NATO-s, planit Marshall për Europën. Se shfut në luftë SBA pikërisht për Europën. Normalisht Donald Trump nuk do ta lejë vetëm Europën, që do të vendosi disa gjëra. Ne këtu, ke ju, edhe i kemi thënë. Edhe një pyetje të fundit, zoti Gjuzi, si një ekonomist, sa mendoni që do shkojë çmimi i naftës në Shqipëri për pak ditë, për pak javë, nëse lufta zgjat? Nuk ka shanse që ta kaloj, po themi, 2.2, 2.3 euro. Nuk ka shanse. Nuk ka, se fillon kontrabanda. Do më thënë, nëse ti e çon më shumë, diku shkon në Malin e Zi, plus kostën vajtje ardhje, dhe fillon kontrabanda. Pra bie fitimi i taksës në rentën e naftës. Pra tregu është vetë rregullues. Prandaj ne zgjodhëm në vitet 90 të largoheshim nga tregu informal, që ishte kleringu, se ai është informal, se vdes një pronar dhe ti se merr dot kleringun. Kurse tregu dhe sistemi financiar bankar, privat, pra tregu i lirë, e vetë rregullon këtë. Nafta 2.2 është shumë nga renta që merr qeveria, ose taksat, ta themi më shqip, që merr qeveria, juve dhe mua. Tek çmimi i naftës. Problemi është ndalesa e vjedhjes, dhe Edi Rama duhet ta ndalojë këtë. Si? Vetëm me qeveri tranzit. Okej, dakord, ke shpëtu. Për momentin ke shpëtu. I ke dalë lakut Donald Trump, do t'i hikësh edhe si i bie 2 vite e gjysmë që ka presidenti, po 2 vite e gjysmë nuk janë as pak as shumë, se ju jeni 62 vjeç, tani, me datë 4 korrik. Edhe i vjetë jesh 65, do më thënë pensioni politik si deputet, plus pensioni si plak, ta kam thënë dhe herë tjetër, inshallah ronë sa huta bardhë, po kështu si e ke nisë. Edhe në vështirësia, se të janë kap 11 ministra për në burg, 11 deputet në burg, një 11 sekretarët përgjithshëm e drejtora e zëvendës ministra në përburgje. Mas me Edi Rama se të kemi dhe dhëndër edhe nuk du të them që e ajdut. Mu më vje keq kur thonë të ajdut. Nuk besoj se e ajdut. Dhe një pyetje të fundit, zoti Gjuzi, që më lidhin tani natyrshëm, zoti Erion Braçe ka shprehur hapur kandidaturën për të qenë
si kandidat për zgjedhjet e ardhshme të Bashkisë së Tiranës, si e cilëson Në qoftë se do me shku në Burg, e ka të sigurt në Burg, si që i kam thonë e Revelis, po të them dhe ty, Dorac, Bishtac, i Uznov, Lapardha, Kombinat, Berat. Kujto dhe si dim gjonat e?